Ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, duke kjo është në një hap pozitiv në raportin me rikthimin e plotë të bashkëpunimit institucional mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, duke qenë që Kosova prej vitit 2023 ka qenë në këto masa, të cilat faktikisht ka qenë të vendosura në mënyrë të padrejtë ndaj Kosovës, duke ditur që këto masa kanë qenë një lloj presioni politik që Bashkimi Evropian ka vendosur të bëjë Kosovës në raport me ngjarjet e vitit 2023 në veri të vendit. Këto masa sigurisht që kanë ndikuar drejt për së drejti në zhvillimin tonë në raport me integrimin dhe avancimin e reformës evropiane në vend, me qenë se po flasim për gati 3 vite të cilat Kosova i ka humbur me miliona euro investime në qoftë në sektor jetik të vendit, në aspekt me energjinë, infrastrukturën, mjedisin, reformën në administratë publike, ashtu edhe reformën në sundimin e ligjit. Pra këto instrumente financiare të cilat Bashkimi Evropian në kushte tjera i ka japur për Kosovës këto 3 vite me gjithë këto masa të cilat ekonomike të cilat Kosova ishte nën to, sigurisht që kanë ndikuar negativisht në zhvillimin e vendit, po njëkohësisht edhe në aspektin politik, duke qenë që janë reduktuar takimet mes të nivelit të lartë mes institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Sa i përket heqjes së masave që u bën dje, ky është një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe pozitiv, sepse kemi rikthimin e instrumenteve financiare të Bashkimit Evropian raport me projekte zhvillimore, të cilat prekin shumë fusha. Edhe njëkohësisht është një hap shumë i rëndësishëm në rikthimin e dinamikës së Kosovës në integrimin evropian, me qenë se këto vitet e fundit kemi pas një lloj qalimi të thiksuar falet e këtyre masave, rikthimin e dinamikën e integrimeve të procesit, të integrimit evropian për Kosovën është një lajm shumë pozitiv. Ajo që ka shumë e rëndësishme, tashmë Kosova ka dëshmu përkushtimin e vet për integrimin evropian gjatë gjithë këtyre viteve. Ky përkushtim shpresojmë që të bëhet edhe përmes reformave, hapave konkret të qeverisë së Kosovës dhe institucioneve të tjera në raport me sundimin e ligjit, reformën në administratë publike, edhe gjitha sektorët e tjerë që lidhen direkt me integrimin edhe agendën tonë evropiane.